premtua dhe ju, ne do vazhdojmë sot bisedën që lamë pak ditë më parë, në fund të marsit, dhe do flasim pikërisht për një çështje e cila duhet thënë është prekur ose duke shprekur fare në media shqiptare, ka të bëj me pasojat e ndryshimeve më të fundit që u bën në qeverinë shqiptare. Dhe bëhet fjalë pikërisht për mes të tjerave për ministrin e mbrojtjes Piro Vëngu. Për të krijuar një ide për çfarë do flasim sot, ja ku është fabula, e plasi Ledio në ekran. Pra pas skenat, SBA përplaset me Francën për kontratat ushtarake në Shqipëri. Më lejo kapiten që unë të lexoj pak statusin që ti ke bërë pak ditë më parë, pra në fund të marsit, lidhur me këtë histori. Largimi i Vëngut nga qeveria shmangur një skandal diplomatik në SBA. Gazetarja franceze e Le Point, Anne Niva, i bën një pyetje direkte kryeministrit të Shqipërisë. Thelbi i saj është nëse qeveria shqiptare ka tradhtuar amerikanët për francezët në fushën e sigurisë. Dhe i përmend kompaninë franceze Thales, që shkruhet Thales, dhe ata amerikane Lockheed Martin. Kryeministri zoti Rama, siç i themi në shkurtër pasere Ramsi 4, nuk arrin dot as emrin ti përmendi kompanisë në këtë intervistë, shkruan ti kapiten në statusin tënd Facebook. Nuk arriti dot as i përmendi emrin kompanisë amerikane Lockheed Martin, të cilën Piro Vëngu e përjashtoi plotësisht nga forcat e armatosura. Sistemi integruar i vëzhgimit të hapësirës detare është ndërtuar nga Lockheed Martin në vitin 2010, shkruan ti kapiten, po prej 2021-shit nuk mirëmbahet më. Radari aeror statik i Mjedës, Mjeda që duhet jetë afër rërës hedhur, apo jo? Jo, është këtej nga krau i Mirditës. Jo, është nga krau i Mirditës Mjeda. Është afër ati hidrocentralit. Se është në Puk. Në Puk, po. Pra radari aeror statik i Mjedës është ndërtuar nga Lockheed Martin, kjo kompani e fuqishme amerikane ushtarake, apo jo? Është ai që prodhon F-35. Që prodhon F-35, është ndërtuar nga Lockheed Martin në vitin 2020 dhe nuk mirëmbahet nga 2021. Shqipëria, shkruan ti kapiten, duhet të blinte 2 radar të lëvizshëm nga Lockheed Martin, të integrueshëm me ata të Mjedës. Por Vëngu, ish ministri i mbrojtjes, lidhi kontratë me kompaninë franceze Thales. Edhe kjo kompani e njohur europiane e prodhimit dhe shitjes së armëve. Integrimi i 3 radarëve mbetet një problem më vete, shkruan ti kapiten, por ka dhe më tej, domethënë. Rama me urgjencë shpalli ndryshimet të qeverisë 25 shkurt 2026, ku përfshiu dhe largimin e Vëngut nga mbrojtja. Largimi i tij nuk kishte asnjë lidhje, shkruan ti kapiten, me largimin e Ballukut. Vëngu kishte parashikuar në 2 mars 2026 të bënte një vizitë në SBA, i shoqëruar nga 7 persona, nga cilët 1 zëvendësministre dhe 3 general. Ishin prerë dhe biletat, duket se mundësia dështimit vizitës dhe disa çështje tjera që lidhen me përfaqësinë ushtarake të Shqipërisë SBA detyruan kryeministri Rama të shmang skandalin me largimin e Vëngut. Në një ceremoni në forcën toksore në 26 shkurt 2026, ngarkuara me punë SBA-s Van Horn, do deklaronte se jemi të kënaqur me bashkëpunimin me ministrin Vëngu muajt e fundit. E thekson të muajt e fundit. Ndërsa ai kishte mbajtur detyrë prej 18 muajsh. A mund të na sqarosh, të na deshifrosh gjithën këtë status për një publik që na shef tani kapiten, sepse nuk është shumë e qartë për ne, njerëz të thjeshtë që nuk marrin vesh nga këto lloj biznesesh ushtarake. Shiko, edhe Ministria e Mbrojtjes ka marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, të cilat janë të shkallëzuara, me thënë në bazë të raporteve, ndihmave që kanë, raporteve të sigurisë e tjera. Dhe nga viti 1991, që ne duhet jemi realist, 2 kanë qenë partnerë, ose 3 kanë qenë partnerët kryesor të Shqipërisë, në fushën e mbrojtjes të sigurisë, që janë Shtetet Bashkuara, Turqia dhe Italia. Dhe vendet e tjera natyrisht kanë qenë dhe ata partnerë, janë anëtarë të NATO-s, po kanë pasur role të caktuara më të ulta, më pak ndikim, sepse varet dhe nga interesat që ata kanë në Shqipëri. Qartë. Pra, jo vetëm interesa biznesi, po dhe interesa sigurie, sa ata janë të interesuar. Dhe elementi tjetër është që në vitin 1998, kur Shqipëria ose ushtria u shkatërruar në vitin 97,
tre ishin ata të cilët dhanë ndihmat kryesore në Shqipëri. Ishin Shtetet Bashkuara, Turqia, le të themi e para, Shtetet Bashkuara dhe Italia. Cilat janë ndihmat? Turqia bëri ndërtime të jashtëzakonshme në Shqipëri në po themi bazët detare të Pashalimanit. Po flet për ndihmat në fushën e mbrojtjes. Mbrojtjes, po, bazën e Pashalimanit e ndërtuan turqit nga e para. Apo Kuçovën në atë periudhë, apo amerikanët dhuruan anije, 5 anije të përdoruan në 98-ën dhe 5 të akull të reja në vitin 2010. Po ndërkohë ju më thonë herën e kaluar që Shqipëria nuk ka anije fare. Jo, ishin motovedeta, terrorist bregdetare, jo anije të mëdha. Okej, kuptova. Termi anije është i përgjithshëm. Qartë. Dhe po ashtu dhe Italia pati goxha, investime të tjera. Tash i thelbi qëndron që marrëdhëniet e Shqipërisë në fushën e mbrojtjes janë të përcaktuara, janë 3 kryesorët, janë këta të 3. Tash i vim tek çështja si po ridimensionoj, si tentoj të ridimensionoj vëngu këto marrëdhënie ndërkombëtare, duke kaluar në plan të dytë këto vende dhe duke futur në plan të parë Francën dhe Izraelin. Këtu qëndron problemi. Në fundit, në qoftë se vënd, kur ne kemi qenë në vështirësi, na kanë ndihmuar disa vende, sot që kemi ca lek, nuk ka asgjë të keqe t'ja japim kompanive të këtyre vendeve të cilët na kanë ndihmuar në momentin e vështirë, po dhe janë partner strategjik për ne në fushën e mbrojtjes. Dhe pikërisht vëngu tentoi të ridimensionoj këto marrëdhënie. Dhe këtu vim tek Lockheed Martin. Lockheed Martin ka ndërtuar sistemin e vëzhgimit të hapësirës detare. Kontratën e fundit me Lockheed Martin e kanë firmosur unë, ka qenë në vitin 2020. Dhe plani ishte që Lockheed Martin të vazhdonte mirëmbajtjen e sistemit të vëzhgimit të hapësirës detare dhe ta modernizonte. Me të larguar unë, u ndërpren marrëdhënien me Lockheed Martin në fushën e vëzhgimit detar. Dhe sot, siç e shkruaj unë, Këto radarët e famshëm për cilët flitet. po, radarët detar. Pra, dhe ata nuk mirëmbahen për 5 vjetësh. Tjetra, Kjo foto i po shohim çfarë është. Kjo është në mjed. Kjo është radari i mjedës. Kjo është ndërtuar tashmë. Që është ndërtuar në vitin 2020, po nga Lockheed Martin. Po pra. Po Ky është radar statik. Dhe që të kemi në një pamje të plot ajrore, duheshin dhe 2 radar të lëvizshëm. Këta 2 radar të lëvizshëm duhet jenë të integrueshëm me këtë. Qartë, po sigurisht dhe lidhen. Tashi, Softi lëvizshëm çdo me thënë. Me makina. Në makinë. Në makinë. Në makinë. Dakor, pra, por softi që ka ky sistemi është i Lockheed Martin. Dhe ai që ka sistemi i vëzhgimit të hapësirës detare është i Lockheed Martin. Është pronësi e tyre dhe askush. Atëherë pyetja shtrohet. Përveç se nuk mohoi Lockheed Martin për të blerë 2 radarët, po do i marrë te Thalesi, pyetja shtrohet, si do integrojnë këta 2 radarët me këtë radar, kur ai e ka softin e ka të Lockheed Martin dhe radarët që... Ai ka softin amerikan, ky e ka francez. Ky e ka francez. Si do lidhen me njëri tjetrin? Si do ndërveprojnë? Ti tani po flet në momentin që kontrata është bërë me Thalesin, apo nuk është bërë akoma? Është lidhur marrëveshja ose ai që quhet letter of intent. Dakor. Është bërë. Pra nuk ka përfunduar. Nuk ka përfunduar, por pikërisht këtu qëndron problemi. Pra, në një farë mënyre, Ministria e Mbrojtjes ose Ministri Vëngu e ka përjashtuar plotësisht Lockheed Martin nga të gjitha kontratat që mund të ketë me Ministrinë e Mbrojtjes. Arsyeja pse? Se këtu vim të pyetja pse e ka bërë këtë gjë. Po para se vemi atje herë, se më intereson çik pjesa ushtarake. Para se vemi atje se kemi kohë. Dua të rinj çik tek kjo pjesë. Më shpjegon çik me detaje, këto sisteme radare. Lockheed Martin kur i ka vendosur këtu në Kjo e mjedës në 2020. Po mi para 2020 ne s'kem pas fare radare? Jo, radar ajror, jo. Këto janë ajror? Janë ajror, ky është ajror i mjedës. Kurse ato detarët janë të tjerë. Ne kemi pasur më përpara. Po Lockheed Martin për herë të parë në 2020 është futur në Shqipëri? Jo, është futur në 2006. 2006? Po. Për çfarë është futur atëherë? Për sistemin e vëzhgimit të hapësirës detare. Detare? Po. Sepse ata bëjnë për gjithçka, bëjnë dhe për detin dhe për ajrin. Dhe për ajrin. Po. Dhe e bën dhe u përfundoi në vitin 2010. Po, ajo vazhdon, e kemi ne ato akoma? E kemi, por problemi është që ajo duhet mirëmbahet. Po cila nuk mirëmbahet? Kjo Kjo as ajota. As ajo. As ajrorja, as detarja. Se kuptojmë këtë. Tash shiko si është
Qiko, Një sekundë, nuk ka kontrata për këtë punë? po jo më ka kontrata, duhet të lidhë të kontratën. Dhe më thënë, kur thua nuk më bëjnë, ato s'punojnë dhe më thënë fare. Po pra, po unë po them, sistemi i radarit të vëzhgimit detar, unë kam të në status para 6 muajsh, radari nuk rrotulloj. Po pse, nuk ka energji elektrike, apo Jo, s'kishte? ka energji shprishur. Shprishur radari, ka generator, ka motor, pra, nuk është thjesht radari, është një sistemi tërë. Dhe sistemi radarve, pra, ky sistemi vëzhgimit të hapësirës detare ka 7 radar, në gjithë bregdenti shqiptar. Dhe të dhënat vinë në qendrën operacionale, po vinë data link real time. Pra, që do të thotë, çfarë shikon, çfarë ka pa radari në këtë moment, unë e shikoj në ekranin e televizorit në Durrës. Qartë. E qartë. Pra, i gjithë ky sistemi ngritur ka nevojë për mirëmbajtje. Është një lloj si një makinë. Po përse shërbejnë këto radar? Këto shërbejnë Do të japin pamjen në det. po të kujtë, të cilës pjesë? Gjithë detit që kemi ne këtu, apo të një Edhe pjesë? për te 12 milshit. Po pse është vendos pikërisht këtu në mjet? Kjo është ajrorja. Ajrorja. Po është detarja? Detarja është në Bregdet. Po ku në zhvend për këtë? Kemi në Shëngjin, A? kemi në Durrës, kemi në Lushnjë, kemi në Sazan, kemi në Janë disa. Llogara, kemi në Palermo, kemi në Ksamil. Janë disa pika domethënë. Janë 7 pika. Bukur, i ka bërë gjitha Lockheed Martin këto. Lockheed Martin, të cilat lidhen me njëra Në tjetër. 2006. Në 2006 deri në 2010. Në 2006 u lidh kontrata, në 2010 Në atë kohë ishte në pushtet? ishte Sali Berisha. Bukur. Pra, në kohën e Berishës, së dyti bie. Dhe 2005 erdhi Berisha. Po, në kohën e Berishës parë. Po, Berishës së dytë. Po. Pra, u lidh kontrata me Lockheed Martin dhe u bë sistem. U bën këto. Deri në kohën që ishte Berisha, u mirëmbajtën këto sisteme? Shiko, këtu ka ndodhur një... Ti ke qenë atëherë, ke qenë në ministri apo? Në vitin, në fund të mandatit të Berishës, kur ishte Arben Imami i bëri një dalje Lockheed Martin, por në 2019 e rifutën përsëri Lockheed Martin në mirëmbajtje. Dhe është lidhur kontrata në vitin 2020, që kam lidhur unë kontratën për mirëmbajtje në vitin 2020. Pra u rikthye. Sepse në fund të mandatit të Imamit, edhe Imami e përjashtoi Lockheed Martin. Po pse? Shiko si është problemi, çdo gjë lidhet me korrupsionin. Në qoftë se ti ja jep Lockheed Martin, maksimumi që mund të fitosh është të hash një hamburger në zyrat e Lockheed Martin në Washington. Kurse, në qoftë se ti ja jep... Është njëri me integritet, nuk besoj që e ka bërë për këtë punë. Jo, ja ta them. Kurse, aty e mori një kompani private. Mi pa, nuk janë vendime të Imamit, kam përshtypjen. Shiko, janë vendime të nivelit politik. E di se them, se mua më kanë thënë kapiten, nuk e sa e vërtet është, do ma konfirmosh dhe ti, që në qoftë se ka vërtet një institucion ku Amerikanët janë brëndat kokë e këmbë, nuk e ditë për shikun, nuk di të them, për shërbimin inteligent. Po është Ministria e Mbrojtjes. Ata kanë një zyrë, bile më kanë thënë që atje, kur i të Ministria e Mbrojtjes, do ish njerë që se keno i punë, do ish njerë të japësh llogaritë e Amerikanët, ka një zyrë të veçantë ata, Ministrinë e Mbrojtjes, dhe pastaj më lart. Pra nuk besojnë se kanë një ministër mbrojtje që ka byth, më falë për shprehjen, ti thotë jo amerikanëve. Ka momente, ka pasur momente që janë momente... Unë e bytë që nuk është Imami një nga këta, nuk është Imami një nga këta. Ka pas momente që marrëdhëniet kanë qenë delikate, që janë në kohën e Imamit 2012-2013, kanë qenë jashtëzakonisht të këqija, marrëdhëniet me shtetin, dhe tashmë në kohën e vëngut kanë qenë jashtëzakonisht të këqija. Dhe kjo ka ardhur për shkak sepse korrupsioni ka cënuar jashtëzakonisht sigurinë. Shiko, korrupsioni ka një element që krijon dëm financiar, krijon ulje morali, krijon mirëqenie të dobët, por kur futet në kuadrin e sigurisë, dëmi që ajo shkakton është jashtëzakonisht i madh. Konkretisht, vim konkretisht tani. Konkretisht, atëherë çfarë ndodh? Pra, nuk është se s'ka mirëmbajtje vetëm ky ajrore, s'kan dhe këto detaret. Dhe detaret nuk kanë mirëmbajtje. Që do më thënë, nuk janë në punë. Një pjesë nuk janë në punë, është pjesërisht në punë. Qartë. Është pjesërisht në punë. Dhe tani të hymë të intriga. Atëherë, çfarë ndodh? Atëherë, shiko, duhet të ndajmë edhe një gjë tjetër. Ma shpjego ta marrë fjalë. Pirovëngu nuk e ka bërë me kokën e tij, po Rama ka qenë i detyruar ta lëvizë. Nuk e ka bërë Pirovëngu me kokën e tij. Është gjithmonë Rama në lojë. Sepse në fakt nëpërmjet këtyre kontratave, po të shikosh kontrata me francezët, me izraelitët dhe deri diku edhe me italianët, nuk janë gjë tjetër veç se janë ato vende për cilat Rama ka nevojë për mbështetje politike. Pra, të gjitha lëvizja ose kontratat janë bërë për qëllime politike. Dhe kjo ka sjell dhe dëmin që ka shkaktuar
në atë që ne e quajmë gatishmëri operacionale. Qartë. Pra ka dhënë goditje në gatishmërinë operacionale. Dhe në këtë mënyrë, vëngu çfarë bëri? Hoqi një kompani prestigjioze që ne kemi 15 vjet që... Kur thua hoqi, e hoqi apo thjesht bërë një kontrat, do se donë të bëndë një kontrat me Thales, me kompani... Po pra, duke hequr Lockheed Martin, bën kontrat. Në qoftë se nuk do heq Lockheed Martin, nuk e bën dot kontratën me Thales. Pse kishte kontrat që Lockheed Martin i kishte ekskluzivitet? Por nuk ka njeri tjetër, shiko është një lloj, ke makinë Benz, nuk ta bën dot mirëmbajtjen Fiati. Dhe atë e ka prodhuar, shiko, në kohën e sotme, janë dy gjëra që ti i ke të detyrueshme kur blen një mall të ri, si një makinë. E para, do ta bësh te kompania ose te koncesionar te kompanisë. Nuk e bën dot në vend tjetër. Po pse kjo Thalesit është për mirëmbajtjen e këtyre, nuk është për të blerë radar të reja. Ai që kur e blen, ai do ta mirëmbaj. Mirë, pra, po ai do mirëmbaj, ato i do shesti. Po problemi pse ka 5 vjet pa mirëmbajtje? Në rregull, pra, janë amerikanët pa mirëmbajtje. Jo, jemi ne pa mirëmbajtje. Po pra, po, janë produktet amerikane të Lockheed Martin. Po, janë pa mirëmbajtje. Thalesi vjen tani dhe thot, unë të ofroj këtë gjë. Ore Rama, nuk ka dy radarët. Po. Atere do ndryshoj, atere që ti të vësh në punkt këta dy radarët. S'ke të Lockheed Martin. Po, sepse je i detyruar të ndryshosh sistemin operativ të mjedës, që të bashkëpunoj me dy radarët. Sepse ti thua duhet të jenë patjetër në Po, bashkëpunim. duhet jenë, pra ti duhet të ndryshosh tani dhe skemën e mjedës. Duhet ta bësh Thales që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dhe kjo vim tek e njëjta gjë ndodhi dhe tek anijet, tek ato anijet holandeze. Qartë. U prodhuan anijet holandeze në Pashaliman? Po. Janë prodhim holandez. Do vinte 10 vjet, kanë 10 vjet që gënjejnë forcat detare që nga unë, ai që ka qenë para me, thot, anijet do të mirëmbahen nga kompania holandeze, se nuk i mirëmban do të dikush tjetër. Qartë. Atëre kanë që nga viti 2014 pa mirëmbajtje, sepse nuk pranojnë të vijë kompania holandeze të mirëmbajë. Po pse s'pranojnë? Sepse këto janë kompani me integritet, duhet kuptoj, janë kompani anglosaksone, nuk janë latine. E kuptova. Dhe do të thotë që ato kur vinë, duhet marrin dhe parat për mirëmbajtje që bëjnë. Po duhet marrin para dhe ti nuk fiton asnjë gjë. Po këta mosdoshta nuk kanë para. Para ka plot. Jo, ka pjanë mosdoshta nuk do të shpenzojnë te kjo gjë dhe prandaj. Vetëm viti që kaloi, Ministria e Mbrojtjes i ka kthyer mbrapa Ministrisë Financave 75 milion euro. Se nuk i ashtu dot. Se nuk i konsumon dot. 75 milionë, disa bëjnë është 14.5% e buxhetit. Pra do thotë nuk janë vjedhur parat për të se i ktheu mbrapsh. Po su bë prokurimi, nuk kanë si videm për... Po përse pra se kjo qeveri mbahet që bën prokurime në shumicë pra. Po njerëzit... Se korrupsioni nuk mund të jetë pa bën prokurime. Po prokurime që të po njerëzit sot, po dëgjove kryeministrin në konferencën ose në atë mbledhjen e grupit... Jo, jam shumë mirë. Unë nuk e di sepse vjen një ajër i ftohtë. Po e dëgjove kryeministrin në komision, në mbledhjen e grupit parlamentar, tha administrata tha nuk firmos më. Po e vërtet është po. Kanë frikën e spakut. Kanë frikën e spakut dhe prandaj po them që pra këto lekët ekzistojnë. Çështja është që neve çështjet e kontratave të sigurisë po i trajtojmë politikisht për interesat të qeverisë ose të kryeministrit Rama. Po pse nuk të duket normale ty kjo gjë në kuptimin që dakor se këto nuk janë të shkruara. Po nuk i trajtojnë këto kontrata politikisht, që vlerë kanë këto kontrata, që se i trajtojnë sigur të vlerë formatën e Atë ti mund të trajtosh politikisht në momentin e parë, kur e bën kontratën. Po mbasi ke bërë kontratën, atëre vijimi i kontratës është detyrim sepse ti cënon nga dishmërinë operacionale. Pra, vendimin se çfarë makine do blesh, e vendos në momentin që do blesh makinën, mbasi ke bler makinën, se sa do kushtoj mirëmbajtja dhe ku do bësh riparimin, e ke ndarë që ditin që ke bler makinën. E këto e njëjta gjë funksionon. Kuptova, je shumë qartë. Këtu je super i qartë. Tani e kuptova tamam. Dhe tani besoj e kanë kuptuar ata që po na shohin, po na ndjekin. Tani, kapiten, e kemi një sinkron të Ramsit. Le ta shohim me këtë gazetare franceze Anniva, që punon në fakt e ka bërë për llogaritë Le Point, është një revistë franceze shumë e njohur në Francë, por kjo punon në televizion ndërkohë, te një kanal informativ quhet LCI, që merr shumë me gjeopolitikën, ka qenë reporter lufte të gjitha këto, gazetarë shumë e mirë, e vurin sa momentin në vështirësi ato. Unë e pash të plot. Le të shohim një sinkron që ka të bëjë fiks me këtë, që sapo me këtë intrigën tonë që po flasim këtu. Jepi le të ta shohim pak
Anniva. Et lors du salon de l'aéronautique du Bourget, en France, en juin 25, vous avez acheté un système radar GM400 Alpha. Donc c'est un système français de chez Thales, fabriqué par Thales, qui n'est pas encore opérationnel, qui ne vous a pas encore été livré. Donc on voit bien que pour votre sécurité, la sécurité stratégique de l'Albanie, vous refusez tout de même l'exclusivité américaine, parce qu'avant c'était Lockheed Martin, et là vous avez choisi français, alors que vous êtes très pro-américain. On a maintenant l'obligation de suivre les grands pays. Vous savez, la beauté, si je peux utiliser ce mot, même si ce n'est pas le mot juste, de faire le Premier ministre d'un pays comme l'Albanie, c'est que tu as le privilège d'être avec tous les grands de ce monde. Et en tant que tu es avec eux, tu n'as pas le poids de décider sur le destin du monde. Et c'est eux qui le décident, et toi, tu dois suivre. Si eux, ils ont raison, et il y a un succès, tu peux dire, j'étais parti de ce succès. Si eux, ils n'ont pas raison, et ils font quelque chose de Disons, une erreur? Une erreur, ou plus d'une erreur, s'ils... Përgjigja, Kuptova vetëm në një moment kur tha unë jam kryeministri i një vendi të vogël dhe ne duhet të ndjekim të mëdhenj. të mëdhenj. Domethënë në këtë kuptim Jo, kuptimi, ju përgjigj pyetjes apo jo, se pyetja është ai dha këtë kuptim që ne u detyruam ta bënim këtë kontratë. Me sa kuptova unë, domethënë pra patëm një lloj detyrimi të bënim kontratë me francezët. Me francezët. Sepse ka dhe mik Macronin këtu. Ka dhe mik Macronin dhe në Francë ka një element që industria ushtarake në industrinë ushtarake shteti është pal, ka sherë në industrinë ushtarake. Se në Shqipëri nuk është shumë? Edhe në Shqipëri kështu është kam përshtypjen. Jo, edhe kur është private ka... Ti thua që ka aksione aty patjetër. Prandaj dhe qeveria franceze është shumë e përfshirë në industrinë ushtarake. Sigurisht shet anë pafund. Por thelbi është ajo që një vend si Shqipëria apo kushdo tjetër ka hapësirë për të gjithë. Thelbi që ndron është ajo që thash që ne duhet të marrim vendime të cilat nuk cënojnë gardishmërinë. Jo, ma thek këtë gjë. E kupton, kjo është problemi. Po prapa ai nuk u shpjegua atje. Jo, nuk dha shpjegim. Se iku nga amerikanët, nuk e dha atë shpjegim sepse nuk e shpjegon dot. Nuk mundet apo nuk do? Nuk do të hynë atë. Nuk do të hynë atë debat sepse ai e di shumë mirë se si e ka problemin me amerikanët të fushën e mbrojtjes. E di shumë mirë, domethënë ka goxha problematika, nuk është vetëm kjo. Ka dhe problematika të tjera që lidhen për shembull me blerjen e armatimit, apo për shembull mo të them që duhet të merrnin disa rreth 100 makina, kishin bërë një kontratë me një kompani amerikane, e prishim kontratën dhe përfundimisht kanë bërë një kontratë me një kompani italiane. Po ç'makina do të mirë? Makina për forcën toksore që janë makina këto luftarake. Dakor. E kupton, pra ka shumë probleme, ka bërë një lojë jo normale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po me çaj, domethënë, kaq i fuqishëm është ky njeri që i bën që mund të guxojë të bëjë këto gjëra që të mërziti ata? Jo, ti shiko, nga një herë. Domethënë pse i bën thua ti? I bën sepse është i kthjellët, pra e dy shumë mirë rezultatin. Jo, duke hyrë në shiko, problemi është që ti mund të ish në politikë me vizion, mund të ish dhe me makinacione. Po. Ka dy gjëra. Qartë. Vizioni është tjetër gjë, makinacioni është tjetër gjë. Ti kur hyn në lojën politike, atëherë duhet të luash pjesën e makinacioneve të bë. Po mos do shаш duke luajtur mirë pra që po luan me të gjithë. Jo, fakti që shiko këtu, do të ishte vërtet kjo gjë. Fakti që ai shkarkoi vëngun, sepse vëngu është i vetmi ministër i cili nuk ka lidhje me ndryshimet që bërin qeveri për shkak të lëvizjes zëvendës kryeministrit. Pra është i vetmi që nuk ka lidhje. Dhe Spiro Pali duket që ka lidhje me atë për shkak të çfarë ka folur lart e poshtë. Kurse vëngu është i vetmi që nuk ka lidhje. Dhe vëngu është shkarkuar vetëm për një arsye. Ka prishur raportit me partnerët kryesor të Shqipërisë në fushën e mbrojtjes. Dhe kush janë këta? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Gjermania dhe Britania. Jo Italia. Jo, me Italinë jo, sepse me Italinë e vërtetë është ka pasur kontrata, lidhje kontratash. Me Francën po? Me Francën po dhe me Izraelin ka pasur lidhje kontrata. Tani së fundmi Izraeli po bëhet shumë i fuqishëm dhe kjo, por shumë i pranishëm në Shqipëri. Problemi i Izraelit është tjetër, sepse në fakt kompania me të cilën në Shqipëria do të bleja municione,
ajo kompania izraelite që është lidhur me Kajon, ajo është pezulluar nga NATO-a, nga Agjencia e Prokurimit Ajo ka probleme vetë. Ajo ka problemet e saja. Pra, po temi që ka hyrë në një vorbull e cila në fakt nuk e dim ku do të nxjerrë. Problemi është që ministri i ri Si thua është dëm kolateral, pra? Vëngu është dëm kolateral. Nuk është ai ideatori i kësaj. Jo. Vëngu është, shiko, Tani më thuaj- për të shtuar veten Rama hoqi vëngun. Për të shtuar veten Amerikanët e dinë këtë gjë? Po e dinë, por problemi është që vëngu është ai që firmos. Qartë. E kupton, në fundit vëngu ka firmat. Po si shpjegohet Gjivan Horni, kjo e ngarkona me punë, që është shumë simpatike këtu në Tiranë, si shpjegohet që tha këto muajt e fundit, ti mendon që e ka bërë me qëllim? Natyrisht, shiko, Që kur tha, veten pas marrëdhënie shumë të mira. kjo ceremoni ndodhi një ditë mbasi vëngu ishte deklaruar Dhe se ku ishin diku, pra, ishin në forca toksore sepse erdhën zhavelinët nga Amerika, Po. që blem neve. Ah. Dhe kur veten një ceremoni të tillë, një ditë mbasi vëngu është deklaruar që do largohet, ti do thuash ndonjë fjalë. E kupton? Do thuash ndonjë fjalë sepse atëre ajo do ta thoshte që jemi të kënaqur me përshkruanimin, i futi dhe atë muajt e fundit nga mbrapa për të mos thënë që por vëngu ka pas, shiko, unë do t'jap një rast konkret. Në vjet në Korrik, këtu në Shqipëri është bërë një stërvitje e madhe, që bëhet një në 2 vjet që Po e mbajmë. Defender Europe. Po e di, po. Janë bërë 2 ceremoni nga Shtetet e Bashkuara. Një është bërë në Kosovë dhe një është bërë në Shqipëri. 2 DV-Day, ose dita e vizitorëve të quar. Dhe kjo në Shqipëri u bë në Biz, kurse ajo në Kosovë u bë në Prishtinë. Në Prishtinë mori pjesë Presidenti e Republikës, Kryeministri, Ministri i Mbrojtjes, shefi i shtabit përgjithshëm. E di kush mori pjesë në ceremoninë që u bë në Biz nga Palati Shqiptare? Zvendës Ministri i Mbrojtjes dhe shefi i shtabit përgjithshëm. As presidenti, as kryeministri, as ministri i Mbrojtjes. Që do me thënë? Biles Ministri i Mbrojtjes nuk janë ftuar. Nuk kanë qenë të ftuar? Nuk kanë qenë të ftuar, që do të thotë Ministri i Mbrojtjes një ditë përpara ceremonisë së amerikanëve, bëri ceremoninë e tij vetëm me ushtarak shqiptar në Biz. Pra e bëri një ditë para. Dhe ditën që e bën amerikanë, ditën mbrapa nuk ishte i ftuar. Dhe për këtë arsye thotë, po dhe për gjëra që ne nuk i dim. Ka dhe gjëra që ne nuk i dim, që lidhen me marrëdhëniet, ka pasur probleme me atashon ushtarak amerikan, vëngu. Atashon ushtarak amerikan në ambasadë? Po, ka pas probleme. Këtë zyrës ma thevë. Jo, është një zyrë, quhet, ja ta them unë, zyra, shiko, ta them unë. Jam shumë kurioz. Është zyra e sigurisë, ODC quhet. Office of Security of Defense. Security Defense. Është një zyrë e posaçme që varet nga ambasada që punon aty. Ajo shërben për... Pra ambasada në një farë mënyre ka një zyrë të vetëm në Ministrinë e Mbrojtjes. Në Ministrinë e Mbrojtjes, por në fakt ka vartësi, por në fakt direkt ajo varet nga komanda amerikane në Europë, që është në Stuttgart, direkt. Kjo zyrë shërben vetëm si zyrë për bashkëpunimin në fushën ushtarake me Shqipërinë, me dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aty dalin projektet me para, dhuratat, studentët që venë Shtetet e Bashkuara. Si dhuratat? Kur dhurohen gjëra, dhurohen për ushtrinë shqiptare, makina, pajisje, gjëra dalin aty. Çdo lek që kalon. Mirë, okej, ti po më thua mua pjesën zyrtare se përça shërben zyra. Por, ka dhe një gjë, jo, po të them edhe këtë. Atë që nuk na thonë. Amerikanët, po ta them unë, din çdo gjë çfarë ndodh në ministri. Në ministri, sepse ata janë brenda, e kanë zyrën brenda garnizonit. Andaj të pyeta pra. Jo në ministri, e kanë brenda garnizonit, por nuk e kanë në ministri. Kur thua brenda garnizonit ti e ka. Hyn me fletyrje. Ashtu te teatri E Kupa dyta, në Skënderbej. Po, është brenda garnizonit Skënderbej. Kë quan garnizon Skënderbejti? Rrethimin e ministrisë. E ministrisë. Po, është brenda jo në godinën, por në godinën ngjitur. Po ç'është ajo godina? Ajo është shkolla e gjuhëve të huaja, ose instituti i gjuhëve të huaja që ka ushtria shqiptare, ka një institut atje të gjuhëve të huaja, që mësoj gjuhët e huaja oficerët, atje gjendet dhe zyra ODC-s, që është një godinë ngjitur 100 metra nga godina e Ministrisë së Mbrojtjes. Por, thelbisht këtu, që ne duhet kuptojmë një gjë. Se më duhet ikim bëjmë një pauzë. Po, ata dinë çdo gjë. Nëse kontrollojnë apo jo, është tjetër gjë, varet nga leadershipi. Kontroll, informacioni merret nga poshtë. Kontrolli bëhet nga lart. E kuptome? Edhe një herë, kontrolli informacioni merret nga poshtë. Ç'do të thënë nga poshtë? Po ata kanë njerëz që kanë studiuar në Amerikë, gjysmë e ushtrisë shqiptare kanë studiuar në Amerikë. Po janë ata informator. Janë trajnuar në Amerikë. Po. Ata e dinë çfarë ndodh aty. E kupton?
Por problemi është që ti të kesh kontrol, të kesh influencë, duhet të kesh influencë të leadershipi, të drejtimi i Ministrisë Mbrojtjes dhe i shtabit Po pra, përgjithshëm. unë presupozoj që çdo ministër shqiptar i mbrojtjes, Pikërisht, tu është problemi që jo çdo ministër ka mbajtur të njëjtin raport me Shtetet e Bashkuara. ka shumë njerëz, se mos kohët e fundit kapiten, që kanë filluar të quajnë Edi Ramën top shabat goj. Ke dëgjuar ndonjëherë këtë Jo, term? cili është kuptimi? Tani që Izraeli po bëhet shumë i fortë, e quajnë Ramën top shabat goj. Ke pasur izraelitët kur thonë shabat goj. Goj janë gjithçka, të gjithë ata që nuk janë hebrej janë goj. Ke parasysh? Quajnë goj. Ne për shkak jemi goj. Goj jo domosdoshmërisht është gjë e keqe, gojët më thënë janë të huaj, nuk janë izraelitë, por nuk janë hebrej. Alien. Alien, bravo, të huaj. Dhe Ramën e konsideroi si top shabat goj. Dhe shoh që pak e lezeshme shumë. Jo, shko, problemi është që unë e imagjinoj sot Ramën se si punon mendja. Sot Rama nuk vepron, vetëm reagon. Vetëm reagon, nuk vepron. Nuk ka më vizion. Ore, si shpjegohet e ke parë që një gjanë pak e pash tani këto ditë e fundit, ka filluar të ngjaja ajatollave. Shko, a i sot vetëm mundohet, me t'i dalë problemi si të shmang problemin, kaq. Nuk ka më vizion. Nga pa me jashtë, nuk i shikon këtë gjëra fare. Jo, nuk më interesu shumë estetika. Jo, nuk më intereson. Duket i lodhur, duket si i Ore, imagjino ajatollave. Duket që nuk fle. Sigur të vëj atë në kokë më ba. Por kjo është çështje, por çështja është që çfarë shikoj unë është kjo që Rama nuk vepron, Rama reagon. E bukur shumë kjo, shumë interesante. Ledio, më thuaj kur duhet të ikim të bëjmë një shëtitje? Tani bëjmë një xhiro, mbushemi me karburant. Po, ikim, po kujdes. Do ikësh një në tavan, në qiell, dhe pasat do ikim në plase me muzikë në qiell, Ledio, po mos fut asgjë, dakor? Ikim mbushemi. Po, ikim karburant, ikim mbushemi, po, bravo. Me gjera fjala, ja u kam thënë 100 herë, do shkoni vetëm të SPO Ili, ja ku e keni, me kast. Mos hidhni çdo lloj karburanti në makinën tuaj se do ja mirni shpirtin. Do ju bëj çek motori non stop. I vetmi vend kristal i qartë i pastër ku mund të jemi naftë ose benzinë është vetëm SPO Ili. Më besoni, jam klient prej vitesh, i Saidit është i papar. Është 100% e sakt benzina, nafta e pastër, asnjë çek motori. SPO Ili fiksoni mirë këtë. Dilni nga shtëpia, thoni do ikim, por zë makinën për qef, sikur shkojnë në restorant. Quheni si event. Dakor? The Fuel of Champions, vetëm këtu i keni. Nuk ka tjetër. SPO Ili gjithandej, Tiranë, kur dilni nga Tirana, e keni gjithandej, sepse nuk gaboni logon. Logo shumë e rëndësishme, shikoni edhe një herë para se të ja shikoni edhe një herë. Të papari. The Fuel of Champions. Bravo Said. Ma Said. Kapiten, të lutem më thuaj një gjë. Ti je i bindur që edhe për këtë shkak është shkarkuar vëngu? Po. Apo mund të ketë dhe shkaqe të tjera? Ka dhe të tjera. Po që ti nuk i di. Jo i di. Po pse si thua? Po sepse do më thënë... Janë më të vogla se kjo. Janë pak më... Po për ta mbyllur këtë gjë, Zoti Rama, kryeministri, me shkarkimin e vëngut, ti thua, ka nisur ta korrigjoj këtë gjë? Pretendon. Po një sekond, me Thales një çdo bëj tani. Sepse kontrata... Pikërisht, këtu është problemi... Këtu kemi ngecur? Këtu kemi ngecur. Çfarë do bëj ministri i ri? Çfarë do bëj ministri i ri? Tani, ti lë ministra në zgjatimet e kryeministrit. Dakor. Kur themi çdo bëj ministri, çdo bëj kryeministri. Po themi te koka direkt pra. Po, çdo bëj kryeministri. Çfarë plani ka ky më? Do ja blej Thalesit këto radar, këto... Ta shikojmë. Sepse amerikanët i thua janë shqetësuar nga kjo gjë apo jo? Po natyrisht janë shqetësuar sepse problemi është që ne kemi hyrë në kontratë 15 vjeçare, kemi 15 vjet në këtë fushë që merrem me amerikanët. Pra, në askush tjetër përveç amerikanëve nuk ka. Në sistemin e vëzhgimit detar ajror kanë qenë vetëm amerikanë, asnjë tjetër. Pra ne nga francezët çka kemi bler deri tani nga industria ushtarake franceze? Po themi për anijet holandeze kemi bler topat. 4 topa. Franceze? Po. Që ja kemi vënë anijeve holandeze. Anijeve holandeze. Anijeve. Ti quan anijeve? Ato po janë 42 metra. Dakor. Në rregull. Pra janë mendos 4 topa. Nga francezët tjetër çka kemi bler?
Po ka dhe disa investime të tjera më të vogla. Po Turqit veta, na ka shqitur të Bayraktarat, çka ka shqit tjetër? Po, Turqit na kanë shqitur Bayraktarët, Turqit na japin goxha edhe ndihma, përveç se na kanë shqitur Bayraktarët, na kanë dhënë goxha ndihma. Edhe amerikanët na kanë dhuruar disa dronë. Kanë dhuruar disa. Po, disa dronë. Se më bëjnë amerikanët drona? Po, i bëjnë dronë të vegjël, për shembull tani edhe në Iran po përdorin dronë të njëjtë me ata që ka dhe Irani. Po më duket se janë dobët me drona amerikanët. Po, ata i kanë drone më të sofistikuar, i kanë dronë luftarak. Shahidët e tmerrshëm. Kurse këta i kanë dronë kamikaz. Por kemi dhe disa dronë, për shembull, që i përdor forca toksore, ato janë për rikonjicion, nuk janë Po dronë. ti thua gjithsesi Europa është pak e pranishme me armë në Shqipëri, edhe Po, me radar kryesisht është Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Turqia. Sepse kjo është e lidhur, shiko, edhe një, kjo është e lidhur dhe me një lloj sigurie. Shiko, ne varemi shumë nga siguria e Kosovës. Po ta shikosh dhe Kosovën, me kë i bën kontratë? Me Amerikanë. Dy vende. Me Turqinë dhe me... Po, vetëm me këto dyja. Mund të ketë kontratat të nivelit të vogël me këtë tjerat, por me këto të dyja. Pse? Sepse në fundit, siguria është dhe investim. Pra, ku do investosh për sigurinë tënde? Dhe kjo nuk është vetëm e Shqipërisë dhe Kosovës, kam përshtypjen se kështu vepron dhe Polonia, për shumë. Polonia blen vetëm amerikane, apo jo? Në Europë shumë pak vende europiane sepse lidhja në biznesin e ushtrisë, ushtarak, ty të krijon lidhje më të forta siguria. Po ja, më Greqia, për shembull, që është një vend me 10 milion banor, dakord? Po. Edhe me ushtri goxha të fortë. Është e lidhur me Francën. Si ka mund? Jo, po dhe me amerikanët. Edhe me Francën është e lidhur shumë. Po janë vende që kanë autonomi pa blen nga të dyja. Pse me Francën? Se ata kanë lidhje me britanikët në genin e tyre. Sepse kur patën konfliktin me Turqinë, ishte Franca që dërgoi lopran mbajtse. E vërtet është, po. Pra, ata në një farë mënyre, këto lek do t'i shpenzojnë dhe i shpenzojnë tek ata të cilët e kanë ndihmuar. Qartë. Ne kush na ka ndihmuar në 98, 99, 2000, 2001, kur kemi qenë ke kush na ka ndihmuar? Nuk mendon kapiten me këtë e mbyllim, nuk mendon që nderi ka afat? Jo, ka afat. Po për aq kohë sa interesat janë të përbashkëta, afati nuk mbaron. Afati mbaron kur përplasen interesat. Kur interesat nuk janë... Dhe ti nuk do doje që të kishe një kryeministër, si ky që ke, që mundohet të luaj me të gjithë nga pak? Jo. Atë i tha i gazetarës për ta vjerë. Jo, nuk jam... Në një moment tjetër atë i tha, ne jemi të hapur, tha. E para një, në biznes ka vend për të gjithë. Pikërisht pra. Ashu. Por mua nuk më vin mirë që prishim marrëmeshjet me Lockheed Martin për Thalesin. Thalesin mund të merrte një marrëveshje tjetër, që ne se kishim më përpara.